Fëmijë të dashur, gëzuar një qershorin. Gëzuar ju prindër që brenda jush keni fëmijën dhe sot feston, sepse të merresh me fëmijët, me edukimin e tyre, duhet jesh pak fëmijë në vetvete. Pra, gëzuar të gjithëve dhe një vlerësim të jashtëzakonshëm kam për ambasadën e Kosovës, për zotin Vlorat Gashi, që është gjithmonë prezent në aktivitetet tona, për zotin Ilir Bytyqi, i cili është prezent dhe na ka respektuar, dhe i falenderojmë nga zemra për ndihmën e gjithanshme me pajisjen me libra dhe mjetën mësimore. Të mësosh gjuhën shqipe, fëmijëve të emigrantëve, është një kënaqësi, është një dhunti, është një dhuratë e dhënë prej prindërve të cilët sakrifikojnë ditën e shtunë dhe sot ditën e diele. Dhe i falenderojmë edhe fëmijët të cilët lënë lodrat dhe dinë të mësojnë gjuhën shqipe, sepse tek gjuha shqipe ne dhe fëmijët shohin fytyrën e nanës, fytyrën e babës, fytyrën e atë. Dhe kjo është arsyeja që neve na nxit dhe na bën që të mësojmë gjuhën e bukur shqipe, e cila është e vjetër sa bota. Ju falenderoj për prezencën tuaj edhe një herë gëzuar dhe kalofshim sa më bukur sot. Faleminderit.